Shikojeni pak se si shkëlqen. Duket përtej ekranit. Me siguri, këto lloj supra është vetëm nëpër lokale i gjen, sepse sa herë shkojnë nëpër lokale, i fusni një supë dhe thoni, ore, sa e mirë, po si ka mundësi që se bej dot unë në shtëpi, është shumë e lehtë, ja u tregoj unë. Të supë do kënaqen të gjithë. Përshëndetje, miq të kanalit Kuku Vlog, sepse të gjithë jeni miq të këtij kanali. Për të përgatitur të recetë, fillimisht ju duhen këto ingredientë. Ju duhet një pjesë e gjoksit pulës, një gjoks pule. Ju duhet një karrot, 2 patate, madje t'i vëmë shumë patatet, mos t'ju vej mendja për keq juve. Dhe filloj me një herë. Përgatitja e parë që duhet bëni është t'i qërojmë dhe t'i presim në copa jo të rregullta patatet dhe karotat. Filetën e pulës ta lëmë kështu siç është. Do vendosim një tenxhere me ujë të filloj të vloj dhe me një herë brenda do hedhim mishin e pulës të zgjej. Po ashtu me një herë edhe të gjithë perimet tona. Kaluan 40 minuta në zjerje, edhe tani do heqim vetëm mishin e pulës. Na vëmë me një anë të ftohet pak. Tani i kemi hequr në zjarri pashtu dhe perimet me lëngun e vet dhe do t'i grijim të gjitha. E grijim mirë, e kemi kaluar në blender, kështu që e kemi lëngun fiks ashtu siç duhet. Tani me pulën, me anë të 2 pirunëve, do fillojmë tani ta shkërmoqim, ta bëjmë fije. Pulën e kemi gati, nda lëmë kështu siç është. Kemi tani sekretin atë që e bën këtë recetë fantastike. Përgatisim një tigan të vogël, do t'i shtojmë gjalp, gati një lugje edhe ose pak më pak. Pasi ka shkrirë gjalpi, do t'i shtojmë një lugë miell. Edhe fillojmë tani ta përhapim miellin që të marrë një skuqe të lehtë. Po skuqe, do t'i shtojmë dhe qumësht. Një gotë. Dhe do ta mbajmë gjatë gjithë kohës me përzierje që mos na formohen kokra. Mund të vini re që ka filluar të vloj, trashësia është rritur, e kemi gati. Tek pllaka tani, te nxehtësia, do vendosim përsëri lëngun e perimeve dhe të pulës që e kemi dhe do t'i shtojmë me një herë komplet salcën tonë të bardhë. Ta mbajmë me përzierje që edhe këtu mos të formohen kokra. Tani, me që e kemi akoma në nxehtësi, do ta lëmë të marrë një valë të re, do t'i shtojmë edhe komplet mishin e pulës brenda. Tani që thuaj se po fillon të marri valë, vini re që akoma si kemi hedhur krip, i hedhim kripën. Hedhim pak në fillim dhe pastaj avash avash e provojmë derisa të arrijmë atje ku duam. Një 2-3 minutë tjetër në val, e heqim dhe i fusim dhe piper të zi. Dhe në fund fare, për freski, majdanozin e thërmuar. Në pjatë e hodha,
na lëm të ftohet pak tani dhe është gati për të konsumuar. Vetëm nga pamja ajo të thotë që më të mirë se kjo s'para gjen. Kjo është receta dashur miq, shumë faleminderit që ndoqët. Bëni subscribe, sepse duke bërë subscribe jeni pjesë e këtij kanali dhe i shikoni menjëherë video sa hidhen. Nëse doni video dhe ide të reja, shikoni se ka plot këtu edhe sa herë vetëm shtohet. Bashkë do shihemi përsëri në videot e radhës. Mirupafshim.